diçme amor kur verisena vetëm lotje të vengurin shoheo la pas të lutem dhe ma son dikte ma lotin që ma vo Ndryshe nga vitet e kaluara, atmosferës së festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Greqi i mungonte entuziazmi dhe vërshimi në sheshe i turmave të banorëve të ishujve të Egeut, me sa duket ndikuar nga kriza e rëndë ekonomike që po përjeton shteti helen. Gjithçka duket ndryshe, duke filluar nga dekori i rrugëve dhe i shesheve, lëvizjet e qeta të njerëzve që në dimër zakonisht është ndier pas largimit turistëve, por ky vit duket më i varfëri që ka kaluar Greqia 30 vitet e fundit, si antare e Bashkimit Evropian. Në zonat periferike të Rodosit dhe brenda qytetit kanë nisur përgatitjet për Krishtlindjet. Më të ndjeshmit janë fëmijët që çdo vit janë grumbulluar në sheshe dhe lokalet me lojna dhe dhurata. Darkën e 14 dhjetorit, që është nata e parë e qeljes Krishtlindjeve, ishin grumbulluar qindra fëmijë dhe prindër në sheshin e vogël para Dhimarkisë, qytetit të Kremastis, 10 km larg Rodosit. Organizuar orkestra frymore dhe grupe artistike, kryesisht me fëmijë, për të festuar së bashku. Në qendër të sheshit një shatërvan dhe pema e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, që pritej të qenë dritat me ceremoni dhe këngë. Polícromes, piñates, quemantes, carameles, fiestas, llanas, chorizo, guillaques, chocolates. Ponte si lo quieres, lleves el camino. Dale, 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 lo que da. Y se toca manzanas, vasos, piñates, llanas, chorizo, guillaques, chocolates. Rreth e qark sheshit shtëpiza të vogla të bukura dhe pak dekor që sinjalizonin nisjen e Krishtlindjeve, që në Greqi me besim ortodoks janë festat më të mëdha për të gjithë banorët, qofshin grek apo emigrant, dhe banorët kombësive dhe besimeve të tjera. Fëmijët e vegjël me prindërit pranë dhe më të rriturit grupe qeshin, lozin dhe këndojnë.
Pranë podiumit të ngritur aty pranë, shumë fëmijë të veshur me uniformën karakteristike të festave të Krishtlindjeve dhe orkestra nisi provat e para të daljes në skenë. Në hyrje të sheshit, shumë shitës ambulant tregtonin misër, kokoshka, qofte të pjekura në zgarë, lodra të vogla, ëmbëlsira dhe pije freskuse. Te Belena për duke folur. Ju nga jeni? Nga jeni? Te Belena, ke kohë këtu? 2 vjeç. 2 vjeç ke ardhur? 2 vjeç kam ardhur në Shqipëri. Tash ku banon këtu Kremasti? Paradisi. Aerodromi. Ke pas punë? Punojmë, mirë. Si ndihesh në këto vite e krize? Jo, s'kem problemin, shumë mirë. Domethënë popat e punë ti nuk ke krizë, Kur nuk kam pasur nuk do kem, besoj. Çfarë profesioni, në çfarë merresh me këto? Të mësyla. Child, Jesus Christ was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Just Në një qoshe pranë një kioske të bukur, shohim një grumull fëmijësh që mbanin radhën. U afruam me kamerë dhe vërejtëm se një grua stoliste fëmijë me 2 simbole karakteristike të Krishtlindjeve. Në njërën faqe këmbanën dhe në tjetrën një zëmër të pikturuar. Siç mësuam, ky ishte një shërbim që bëhej falas për fëmijët që marrin pjesë në ceremoni të tilla. Foti! Po fate të pikë. Ζω εγώ. Κάνεις αυτό γιατί γίνεται κάτι περίπου. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια εθελοντική. Është një ritual që bëhet gjithmonë tek fëmijët në Krishtlindje, në veçanti për të vejlit, i presin me padurim festat e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Kjo bëhet falas nga unë dhe shoqet e mia që i realizojnë. Io sono vecchia protagonista su Pixar. La bella canzone mia. Aty u afro dhe Olta nga Fieri, e lindur në Greqi, në Rodos, ku familja e saj ka vite që punon dhe jeton. Është një pjesë që do ndizet të pemë edhe nuk ka njerëz. Është pema e vitit të ri, po
Atë histori. Po ti me çfarë je lyer këtu? Po hapën që ta shohim këtu. Me një kambak edhe këtu me një kardur. Një zemër. Ja, këtu kam divizator kambanën, ndërsa në faqen tjetër një zemër tregon Olta e vogël dhe shumë simpatike. Pasi mbaroi dekorin, Olta humbi mes turnës së qindra fëmijëve që qëndronin rreth podiumit ku pritej të debutonin një grup artistik që po përgatiteshin për shfaqje. Krishtlindjeve që në Greqi, si një nga vendet ortodokse që festohet masivisht në ditë popullit, këtu festohet dhe më shumë. Krishtlindjet është pra sot hapja, dita e hapjes së ceremonisë Krishtlindjeve. Do të vazhdojmë të regjistrojmë këtë atmosferë festive me fëmijë, me prindër, të moshuar, të angëlluar në të shesh dhe Kremastis. Σύμβουλοι, κύριοι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, αγαπημένοι μας φίλοι, μικροί μας φίλοι, σήμερα έτσι κι αλλιώς όλοι πρέπει να είμαστε μικροί, να είμαστε όλοι παιδιά. Organizatori i aktivitetit, pasi përshëndetit pranishmit dhe prezantoi pjesëmarrësit me personalitetet i merrin pjesë, duke filluar kryetari i bashkisë i Qarkut dhe zyrtarë të tjerë, i njohu pjesëmarrësit me aktivitetet që do të zhvilloheshin sonte në këtë ditë të shënuar të qeljes së natës Krishtlindjeve dhe i uroi gëzuar për shumë vite gëzuar Krishtlindjet. Και αθλητική σύλλογη της Κρεμαστής. Ο Φιλανθρωπικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής η Ελεημονήτρια, ο Αναπτυξιακός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής η Πρόοδος, ο Σύλλογος Γυναικών, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Κρεμαστής. Τόσο κόσμο. Më pas një nga drejtuesit e pushtetit vendor u uroi pjesëmarrësve për këtë festë dhe shprehu kënaqësinë dhe pse në kushtet e një krize të rëndë ekonomike që po përjeton Greqia, pjesëmarrja është e kënaqshme. Ne ju shohim të qeshur dhe të gëzuar, shton ai, gjë që tregon se grekët janë një popull që i ka përzemër vështirësitë e përkohshme që po kalon. Ditët që vijnë do të jenë më të mira për Greqinë dhe ky shesh gjithmonë do të mbushet me njerëz të gëzuar për të festuar ditën e shenjtë të lindjes së Krishtit. Për shumë vite gëzuar në familjet tuaja, qofshi të lumtur me fëmijët tuaj, e mbyll përshëndetjen përfaqësuesi i Dhimarkisë. Pas këtyre përshëndetjeve të shkurtra nga organizatorët e ceremonisë së qeljes së ditës Krishtlindjeve të pranishmit, ndoqën këngë dhe valle nga fëmijë dhe grupi i baletit të Kremastisë.
Pas u ndezën dritat e pemës së Krishtlindjeve, shoqëruara me fishek zjarre, këngë dhe valle. Να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 24 του μήνα Quanto é pena? Capa fishek zjarre.
hear our choir sing a song. The music seemed to come from above. Kjo është një drejtë që do ndrizën drita dhe bëjmë shërbimin e ri këtu në Kremasti që bëhet. Mbritën shumë fëmijë dhe prindër. Po. Ju nga jeni? Ne jemi nga Berati. Nga Berati. E keni kohë në Kremasti? Po, kemi shumë 10 vjetë që jetojmë këtu. Mirë. Atëre, këto janë ditë festa që i prishin. Si i prishin këtë vit, si vjetë? Me pak probleme? Me pak probleme, alla daksi. Festat janë kënaqësi. Kënaqësi. Hajde. Gëzuar Shqipëria. Pas 14 dhjetorit, ditën në vazhdim dhe 25 dhjetor që shënon ditën e lindjes së Krishtit, ortodoksët grek ashtu si në gjithë botën zhvillojnë aktivitete dhe festojnë këto ditë shënuara. Fëmijët të moshave 5 deri në 18 vjeç sipas traditës greke organizohen në grupe të vogla dhe këndojnë kalatat siç thuhet në greqisht, këngë që pushtohet Krishtlindjeve. Si instrument përdorin 2 tela që lëshojnë tinguj dhe shoqërojnë këngën e tyre, gjithashtu dhe instrumente të tjerë. Fëmijët që po shikojmë shetisin përgjatë rrugës së fshatit, duke kënduar, si dhe shkojnë në familje dhe në dyqane, ku pas ju propozojnë nëse duan të dëgjojnë këngën e tyre tradicionale të kalatave, e këndojnë dhe në përfundim sipas zakonit ju dhurohen shumë të vogla lekësh në euro. Ky ritual i bukur kryhet 3 herë deri në 5 janar, një ditë përpara festës së Kryqit.
Është në traditën e grekëve që dita ditët pas 14 dhjetorit deri në 6 janar janë të ngarkuara me aktivitete festive, lojna zbavitëse për fëmijët dhe të rinjt. Nesërmen udhëtuam për në Rodos, në qendër të qytetit, përpara bashkisë është ngritur tema simbolike e Krishtlindjeve dhe e vitit të ri. Aty pranë një karros që rritet nga 2 drerë gjigant, ku çdo ditë grumullohen fëmijë dhe festojnë, luajnë me lojra të ndryshme. Altovalanteve, muzikë karakteristike e Krishtlindjeve. Një shtëpi e vogël e bukur, ku është vendosur Jezu Krishti porsalindur me apostuj dhe shënmërin. Shumë njerëz mblidhen te ky shesh i bukur, bëjnë fotografi dhe shoqërojnë fëmijët e tyre. Ditë të ngarkuara me aktivitete zbavitëse në kujtim të Krishtlindjeve, që në Greqi festohen në çdo qytet dhe në çdo fshat. Gjetëm duke luajtur Joanën, vajzën me prindër nga Greshica, që u rrit në Greqi e larguar në vitet 97. Vetëm 3 muajshe ishte kur shkoi Joana në Greqi. Ishte me Tiatin dhe teksa më panë, më përshëndetën dhe qëndruan për pak çaste së bashku. Si të quajnë? Joana. Joana? Kur ke ardhur në Greqi? Kur ishe 3 muaj. 3 muaj. Tani sa vjeç je? 13. 13. Vazhdon shkollën? Këte vazhdoj. Qa klase e? Jam vitin e parë gjimnaz. Viti parë gjimnaz, se këtu gjimnazi fillon mbas klasës 6, Di shqip mirë. Si shoh, di shqip. Po ke qef shkoj në Shqipëri? Shikoj Shqipërinë? Kam vatur 2-3 herë, po do të vete prapë. Mban mend çfarë mban mend? Kur kisha vatur me babin atij se kishte lindur, atë vetëm mbaj mend. Atë kisha losur me ça kushurie im, pastaj hengrin, kletin. Çfarë mban mend atij për shembull? Ka mban mend? Mbaj mend kushurit, mbaj mend se kishte ça lop atje, kishte shumë gjëra të bukura, do të vete prapë. Po nga njerëzit e babit ka mban mend? Nga njerëzit nuk babet të Xhaxhi, një mesuse që kishte atje dhe rim bashkë te shtëpia, kishte një mesuse te një shkollë e Shqipërisë, edhe unë kisha vatur te ajo shkolla dhe kisha bërë mesim te Kallahaj atje. Çfarë do të bëhesh? Dua të bëhem kështu aktor. Aktore? Ke qef? E kam shumë qef. Po ke dëshirë të kthesh në Shqipëri? Do të vete prapë. Do të vesh. Do të qëndrosh gjithmonë në Shqipëri? Dua. Do. Po me mësime si e me mësime? Me mësime jam shumë mirë. Çfarë ke më mirë nga mësimet, ke mësuar më shumë? Matematik. Matematik? Do të thotë je mirë. Po nga gjuhët e huaja, çfarë ke? Përveç greqisë, çfarë ke mësuar nga gjuhët e huaja? Anglisht më pëlqen më shumë.
E nisëm bisedën me Joanën me një shqiptim të pak fjalëve shqip, me theksin grek, sidoqoftë merreshin vesh, dhe i kushtova pak kohë për ta sjellë në ekran për familjet e të afërmit e saj që jetojnë në Shqipëri. Sot festojnë atë se hedhin, festojnë krush, Kryqin, kruqet. no? Po, e ç'është kjo, me çfarë lidhet kjo? Kjo veni te një det, edhe hedhin Kryqin? hidhen kruqen brenda të detit, edhe fiton ai se do ta marrë më shpejt. Es me fam. E ndoqe ti atje, pe edhe në Pas kryqin? atje ishte shumë e bukur. Çfarë të pëlqeu atje? Me pëlqeu kur e hodhin edhe vatin, ishte shumë ujë e ftohtë dhe deshin shumë njerëz të futen brenda të marrin, që me pëlqeu. Edhe një tjetër me pëlqeu qysh e kishin bërë se hidhin ca ngjyra lart te fikse zjarri, hidhin shumë, ishte shumë e bukur. Tjera festa i kalove këto krishtlindjet, kristuet, si thonë? Kristujena, edhe tani kemi kristujena shumë e bukur këtu te Rodosi. Po lozim këtu se ka shumë lodra. Ka shumë festa këtu. Çfarë të pëlqen nga lodrat këtu për shembull? Me pëlqen shumë ajo atje, se lozim do... Te akulli? Me pëlqen te akulli, se lozim do të atje shaur dua, mes një orë, edhe shumë bukur të lozim atje të tërë Kalamaj. Po, Jana. Shqip si ke mësuar gjuhën shqipe? Si e ke mësuar? Kur kisha vatet e Shqipëria nuk dinja shumë, atje mësova ca shqip, edhe këtu se ri me gjyshin më mësoj me babi, me mamin, më të tërë për flas. Në shtëpi flisi shqip? Flas. Po për të shkruar, di për të shkruar? A për të shkruar nuk di fare, po dua të mësoj. Po mëson ca gjëra gjysi tani, po nuk i kam mësuar akoma shumë mirë. Ke qenë ta mësosh mirë gjuhën shqipe? Dua ta mësoj shumë shes, e se mirë të di shumë gjë, ti dish për dy. Joana, një vajzë me intelekt, ka shumë dëshira në jetë, dhe ëndra saj është të bëj aktore, një nxënëse e mirë, serioze në punë, që i pëlqen Shqipëria, njerëzit e saj që jetojnë në Shqipëri, Xhaxhaj, Dajat e tjera. Po të përshëndesem, kushëria se kam të Shqipëria, Dajot, mamin, babin, shokjet e mia të tjerë, se i dua kaq shumë. Përshëndeset e të tjerë moshetarët e mi se kam të Shqipëria, edhe të televizori juve. Televizore juaj të, e? Televizore juve. Po. Joana? Gjuar Shqipëria. Unë ndam me Joanën me përshëndetjen e saj, karakteristike për fëmijët shqiptar, gëzuar Shqipëri. Unë ndjeva i lumtur dhe pak i mallngjyer që qëndrova së bashku me Joanën në këto ambiente të bukura që ajo kishte zgjedhur për të kaluar ditën. Fëmijë që edhe pse kanë lindur dhe po rriten jashtë Shqipërisë, u pëlqen të ndihen shqiptar. Gjuar vitin e ri të Shqipëria. A million miles later, a criminal that's greater, take me home again.